Zoti Vasil, Gjafo Mehmetin e kam një kohë. Për flamur, kur më thanë të vi pas atyre të komitetit të mbrojtjes, mendova që ti e këtu e nuk më rëndru. Sa që mësoj së vlorë, ishim mirë. Kur iku për një Itali, i merte madhë. Me zi prisja pushimet. Nuk I dele sa pi Gjafo, zoti Arni. Pa mua atje të mësot, mua atje do të vi. Do të pret Gjafo? Si dje, do një në prit, base beve me para. Po nuk do të bëjës, do të... Gjuar, që janë këtu? Nuk po pëlqej këto push. Pa prisi, dhe këtu pas ka trazira. Të uaj nuk ka, po trazira ka dhe këtu. Nuk e di, po më duke si dy feqe pa bes. More Vasil, qime tanë që pëndasën di që kanë gjarë. Kanë qëlluar të ndri në rrugë. Kush? E kush tjetër, ata e zesa. Kujdes, kujdes, për nga dalë, kujdes. Kujdes, për nga dalë, kujdes, ka marrë. Ba, kujdes, për nga dalë. Qysha, pirë, I nënës, më vranë qonin, ditën e dasmës. Po mos kështu më zonjë, mos se nuk është rëndjo. Që qoni. Nuk gjua të e thënë doktore! Nuk gjua të qarë këtu! Mos ne e prish një këzimin e dasmës! Nuk është shemë! Nuk është shemë! Nuk ka gjë, jo! Ate e kanë të pluma në mes të shpatura! Zoti Arni, nuk ju pash! Hajde të ullim! Doktori I ka gjuar të ri. Po, si ndodhi, Zoti Arqi? Po ja dalin të të rrugës të për cilin kush I vazhduan rrugën, ne po ktheshim, na qëlluan qumin. E kush jena ka pa bes? Nuk I pash, pa e dije, e kemi nisur të valle ne. Ndoqën ka tanë dhe u azun shtigjet. Janë shumë të tanët? 20 vetë. Shko vetë jo da. Kemi luftar nga florë. Faleminderit vlla. Ç'do të them, more vllaxhi. Po më thuash, më trashëgojnë djalin. Ja trashëgojnë. Nëna, të futet nëna. Ska më shpresë. Edhe këti gjak, na e ke borgje sa të pash toptanë. Është e sa të pash toptani! E kam vrau! E kam vrau! Kush e vrau? Kush e vrau? Ka vdekur! Kush e vrau? Ja, I djaloshi atje! Kush e ju? Mësues, Kombësia, shqiptar, nën shtetësia, shqiptar. I pandeur Avni Rustemi, e planoni akt akuzën? Pjesërisht. Po ju them që në fillim që nuk kam njohuri mbi historinë e Shqipërisë. Ju jeni I pandeur, dhe unë do t'ju lë të thoni çdo gjë që do ta gjykoni të dobishme për mbrojtjen tuaj. E planoni që e keni vrarë sa të pashën? E pranoj. E planoni që e keni vrarë me para mendim? Këtë nuk do ta pranoj. Shpjegoni shkaqet që ushtyn ta brisni. Personalisht, nuk kam vojtur nga veprimet e Stratoftanit. Ai nuk më ka vrarë apo burgosur një pjesëtar të familjes time. Por Shqipëria, zoti kryetar, ka vojtur shumë nga ky tradhtar me dëm. Dhe në këtë pikë vështrim, familja ime e uren atë. Unë e urej, të gjithë shqiptarët e urejnë. Ndaj e brava.
bërat e tyre në patriotë. Çan ke sa keni kundër ti? Me 3 fjalë për mblidhet vepra e tij. Përçarje, tradhti, shitje. Shitje interesave të ato që kishin synime grabiqare për territorin e Shqipërisë. Konkretisht i pandehur. Ka luftuar rëkësisht qeverinë e Ismail Qemali deri sa shkatroi atë. Ka luftuar integritetin kombëtar duke dashur tregoj se ne shqiptarët nuk kemi të zotë përveç qeverisje. Dhe si rezultat, fuqitë e mëdha dërgoi një princ huaj, të cilin e bën Esat Pasha ministër të luftës. Të gjithë vënë në punë ky faqezi, vetëm atë do t'ia kishim pa fest. Protestoj, zoti kryetar. Protestoj që të Panderit t'jepet mundësia të nxjikë figurën e Esat Pash Toptani. Qetësi? Figurën e tij Esat Toptani ka nxjerrë vetë. Unë i jap mundësi gjyqit ta shoh. Ne sot zhvillojmë gjyqin tuaj, Pandehur. Ka bëni zoti prokuror. Do ta kuptoni dhe vetë se ky ka pëlqen gjyqi Esat Pash Toptanit dhe kam besim se zotrin gjyqtar do të binden që ai e meriton dënim me vdekje që populli ja ka dhënë dhe dora ime ekzekutoi. Qetësi? I pandehur, daloni të bëni debat. Dënimi që i ka dhënë populli. E dëgjuat, kjo dëshmon qartë që krimi është kryer me paramendim. Përgjigjuni. Vetëm i patundur në ato që kanë dhënë tyesi. Nuk e vrava me paramendim. Cili pra është qëllimi i ardhjes tuaj në Paris? Për të ndjekur një kurs mësuesie dhe për të përsosur frëngjishtën zotëri. Ju keni arritur në Paris në ditën e fundit të manit, kur kurset janë mbyllur. Në Paris ka kurse private në çdo stin të vitit. Ju, në vendin tuaj, e keni ushtruar profesionin e mësuesit. Përse ky zell i tepërt për të mësuar akoma mësuesi? Ju, zoti kryetar, deklaruat se nuk e njihni historinë e Shqipërisë. Më lejoni atë t'u tregoj se sikur ta dini se sa pak popull e kanë të që ka populli ynë për diturinë dhe shkencë. Atë këmbgulje për të mbushur boshllëqit që na shkaktuan pushtimet otomane dhe pushtimet e fuqive të mëdha të Evropës, të cilëve u shërbente ai që vrapa unë. Qëllimi juaj i dytë është perfeksionimi i gjuhës. Ju e flisni në mënyrë të përsosur gjuhën tonë franceze i pandehur. Bile ju përgëzoj. Si do ta shpjegoni këtë? Pata kota përsosja në burgun tuaj, zotëri. Burgu është vend pak i vështirë, e pranoj këtë. Keni thënë se keni qenë në Itali, që atje jeni hedhur në Shqipëri dhe më pas erdhët në Francë ku kryet vrasjen. Po, zoti kryetar. Në Shqipëri takuar me bashkëdhetarët tuaj? Natyrisht. Ç'mendime kishin ata për të ndjerin shkëlqësinë e tij Esat Pashit? Unë nuk kam miqë shok që të kenë simpati për ta tim. Do me thënë ata urrenin, si ju. Padyshim që urrenin. A nuk keni marrë ndonjë porosi nga ata për të vrarë Esat Pashin? Asnjëri nuk ka ngarkuar një porosi të tillë. Unë atë e vrava rastësisht. Këtë do ta shohim. Në Paris vizohet hoteli Tuileries, që ndodhet fare pranë hotelit Continental ku banonte Esat Toptani. Në Paris unë vi për herë të parë dhe nuk e dija ku binte Continentali, e ca më pak ku banonte ai. A keni takuar bashkëdhetar në Paris? Po, në fillim takova disa anëtarë në delegacionin e paqes, por nuk bisedova me ta për Esat Toptanin. Më vonë në një ekspozitë takova Gjergj Gogën. Sekretarin e Esatit. Po, ai më premtoi se do më jep një rekomandim për kursin. Si e keni njohur zotin Goga? Rastësisht. Me të vërtet rastësisht? Po, zoti kryetar. Dhe kështu, po rasti u shkuri për të blerë këtë revolver. Isha nevojë një armë për të mbrojtur. E mbani vazhdimisht me vete? Po. Kjo armë duhet t'u jep të bezdi se është tepër e madhe. Ka njerëz në Paris që e mbajnë edhe më të madhe, zoti kryetar. Keni planuar se keni hyrë disa herë në Continental? Ju thash, desha të takoj Gjergj Gogën. Jo, i Pandehur. Ju desh të takoni të Esatin. As pak, zoti prokuror. Ashtu si kënaqet të shoh një lule të këndshme, ashtu njeriu i shmanget takimit me njerëzën e Veriç. E pse nuk i shmangët ty kur e palla të në 13 qershor? Nuk munda. Esat Pasha erdhi nga dalë me fotollok. Me të para të, e gjithë historia e Shqipërisë nuk përshkruan në mendjen tim. Lexova mbi ballën e tij fatkesinë e vendit tim dhe u mbush ai shtepër sa nxor revolverin dhe shtiva mbi tradhtarin. Protestoj, zoti kryetar. Protestoj që të Panderit jepet mundësia të përdor termin tradhtar. Nuk kemi asnjë provë të dukshme që termi i përdorur të jetë i saktë. Dëgjoni i pandehur? Si urdhëroni zoti kryetar. Po e saktë sot. Lexova mbi ballën e tij fatkesinë e vendit tim dhe u mbush ai shtepër sa nxor revolverin dhe shtiva mbi krye tradhtarin. I pandehur, qetësi në sallë. I pandehur, është në interes të mbrojtjes tuaj, mos tregoni kokvar. Qetësi? Unë protestoj për të nuk shpa mundohen të imponoj gjyqit. Protestoj! Qetësoni, zoti prokuror. Do t'ju kujtoj i pandehur, se epitetet të tilla për shkëlqësinë e tij Esat Pash Toptani nuk tingëllojnë mirë në vesh të francezëve. Silve francez, zoti kryetar. Ka francez dhe francez. Mos më ndërprisni. Esat Pasha ishte mik i Francës. Dhe për shërbime të rëndësishme, Franca ka dekoruar me kryqin e madh të Legionit të Nderit. Shqipëri! Tu nuk është fjala për francezët. A nuk ishit vetë ju francezë që i pret kokën mbretit tuaj, Luigi XVI? E pra, popujt e urren tirani. Ligjet tuaja mund më dënojnë, por Parisi i mira barikadat dhe gjelis, Parisi i komunarëve dhe i tërë populli juaj me tradita të bukura,
me siguri më aprovon vetëm avokati. Të rresh vëmendje. Duhet jeni më i kujdesshëm kur pyeten dëshmitarin. Më falni, po e lutesh avokatit tim të më tregojë në kodin tuaj penal se sa dënohet njëri që pris zakonin e tij në ngrënien e drekës. Ju zoti avokat, do t'i drejtoni ndonjë pyetje dëshmitarit? Jo, asgjë, nuk ka nevojë. Megjithatë ndonjë pyetje